E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, këtë herë për të fokusuar pak tek Ferma VIP. Siç duket, Ferma VIP po merr një vëmendje të jashtëzakonshme tek artistët, dhe sidomos fenomeni Mimoza është fenomeni që po merr një vëmendje shumë të madhe tek i gjithë publiku shqiptar. Ju e dini shumë bukur që Mimoza brenda asaj shtëpie ka patur një kërkesë të vetme. Dhe kërkesa e Mimozës ka qenë që Dafina Zeqiri, një artiste e merituar, një artiste e mrekullueshme, t'i sjellën Mimozës një dron, një mesazh brenda asaj shtëpie. Tani, duke u bazuar tek artistët e tjerë, Tajna Mimozës ja solli këtë mesazhin dhe Mimoza u ndje tepër e privilegjuar, Mimoza u kënaq, u argëtua dhe shijoi pafund. Por gjithashtu, edhe Dafina, pasi që e dëgjoi mesazhin e Mimozës, pasi që Mimoza ja kërkoi vetë brenda shtëpisë, tani kjo është më duket mua pak si strategjike, sepse do të thënë Mimoza është duke përdorur një strategji shumë të fortë për të arritur qëllimet e saj dhe realisht është duke i marrur qëllimet e saj dhe duke e përdorur këtë strategji Mimoza po shndrohet në një personazh shumë të dashur dhe të preferuar tek artistët. Dhe Dafina, duke mos e anashkaluar, duke mos e bërë që Mimoza të ndjehet keq, ka pranuar që t'ja bën këtë dhuratën kaq të bukur që siç duket Mimoza po e shijon. Të gjithë banorët u fasionuan, por kishte edhe nga ato banor që e morën pak me inat këtë pjesën, e morën pak me mblef. Unë e kuptoj, nuk është e lehtë që dikush të favorizohet shumë, nuk është e lehtë që dikush të suportohet shumë e dikush mos të suportohet fare dhe në këtë rast, do me thënë, banorët e morën pak si me inat këtë ngjarje që e përjetuan pak si keq. Mimoza u kënaq, kanë krijuar dhe dinamika në shtëpi sepse fermerët e tjerë e shohin Mimozën si një kërcënim, në fakt e shohin si një personazh që lufton vërtet për t'u zënë vendin, si një personazh që lufton vërtet për të qenë në qendër të vëmendjes të tyre dhe mendoj që Mimoza me qëndrimet e saj, me natyrën e saj, me njeriun e saj arriti që të merr vëmendjen të cilën e dëshironte. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju këtë qëndrim që ndodhi brenda shtëpisë së Big Brotherit.